Zoti Cakani, ju si avokat I zotit Meta, si e shpjegoni faktin që ka 3 aspekte që nga mënyra e arrestimit të tij dhe më pas mënyra se si është trajtuar në burg dhe pjesa e tretë, me sa kam parë në këto 3 faza, po themi, është vendosja e tij në kafazin e xhamt. Pse ndodh një gjë e tillë kundrejt Ilir Metës? Është një hakmarrje personale e Edi Ramës apo kanë frikë nga Ilir Meta në këtë rast? Arrestimi Ilir Metës ishte një arrestim I paralajmëruar. Hakmarrja ndaj Ilir Metës ishte një hakmarrje paralajmëruar, sepse kjo hakmarrje ndaj zotit Meta nuk nisi ditën e që gjykata nxori një urdhër arresti. Jo, absolutisht jo. Ajo nisi në kohën kur ishte president Republike, që Ylsi Maja me shok dhe Taulan Balla nisën procedurat për impeachment, nisën procedurat për ta shkarkuar atë dhe e shkarkuan në parlament pavarësisht se gjykata kushtetuese nuk e gjeti të drejtë mënyrën që kërkonte Partia Socialiste dhe kohës. Kupton? Duke parë që nuk arritën dot ta shkarkonin, pra ta poshtëronin në formën e shkarkimit, ata ruajtën pritën pastaj sa I la presidencën dhe ju kujtojmë besoj që një ditë pas I la presidencën, I sajuan një fabull që ai kishte qenë spiun I sigurimit të shtetit. Ndërkohë që kjo fakt nuk ishte e vërtet. Dhe me këtë fabull që ndërtuan ata, mbartën opinionin publik, përveç se e kishin etiketuar si hajdut e kështu me radhë, por e etiketoi dhe si spiun. Pra kjo këtu nisi e gjithë historia ku duhet ta denigronin zotin Meta. Pastaj, në datën 7 maj të vitit 2022, nga Asamblea e Partisë Socialiste, kryeministri Rama ju tha shqiptarëve, socialistëve, po ai e kish me spakun atë në fakt, ai I tha Altin Dumanit që ti tha duhet të arrestosh atë presidentin zotin Meta sepse shqiptarët mezi po presin ta shikojnë Ilir Metën në burg. Dhe për hisën së vërtetës, në bazë të dokumentacionit që unë disponoj, provave, pas atij fjalimi të zotit Rama ka nisur me shpejtësi letër porosit. Sepse deri atë periudhë zoti Meta nuk ishte si person nuk ishte regjistruar personin e tij. Ishin thjesht beshin hetime. Ishin procedim penal, edhe beshin hetime ndaj të panjohurve. Dhe nisi me shpejtësi. Dhe pastaj sajuan një çështje që nuk ka lidhje fare, që është çesdia, ka lidhje fare. Sajuan çështje ligjit të minierave, që s'ka lidhje fare sepse ligji I minierave e ka propozuar Partia Socialiste, e ka miratuar ajo, e ka çuar në kuvend ajo, e ka mbrojtur Edi Rama në kuvend dhe ka votuar po Partia Socialiste në kuvend. Dhe këtu mban përgjegjësi zoti Meta. Tani, plus pastaj lobimet e historia e kësaj natyre që përsëri nuk ka lidhje zoti Meta sepse janë vendime partie, kryesie, sekretariati, nuk ka lek, nuk vërtetohet. Pra, nisi një prokuroria sajoi një çështje duke bërë një impjant akuzator të montuar qartësisht dhe pastaj arritën tek arrestimi. Dhe këtu te ky arrestim ka një merit, duhet ta theksoj këtë fakt, të veçantë, padyshim Ylsi Maja, Altin Dumani, Yuri Kim dhe të tjerë eksponent Partisë Socialiste sepse ju premtua Altin Dumani që duhet të zgjidhej në krye të asaj strukture dhe ai do merrte përsipër arrestimin e zotit Berisha dhe zotit Meta. Dhe mos harrojmë se zoti Meta është arrestuar vetëm pak muaj pasi ishte arrestuar, ishte në arrest të shtëpie zoti Berisha. Kështu që kjo është historia e zotit Meta. Arrestimi I tij në atë mënyrë në rrugën kryesore të Tiranës është arrestim barbar dhe siç është arrestimi, ashtu vazhdon dhe paraburgimi sot. Ashtu vazhdon edhe gjyqi tia, sepse unë kam bërë disa kërkesa për zëvendësimase. Zëvendësimase në kuptimin që provat janë aty, dëshmitarët janë aty, nuk kemi çfarë të fshihem më, paraburgimi po zgjat, sepse është I paraburgim 19 muaj. 19 muaj s'ka nis procesi akoma në themel. E kuptoni sa larg jemi ne ndaj asaj drejtësie të cilët ne kërkojmë të paraqesim
Bashkimit Evropian dhe botës si drejtësi pavarur. Dhe kështu që kjo është a gjithë, e bëra këtë rezume për të thënë që e gjithë kjo gjë ka një regji. Ka regji Edi Ramën, sepse rrëmbyesi i tij në mes rrugës është Edi Rama, arrestuesi i tij është zoti Rama, gardiani i tij është që e ruan atje te qelia është zoti Rama, dhe këtë gjë e ka faktuar tashmë edhe monitorimet e institucioneve të pavarura siç është KSH-ja, që është Komiteti Shqiptar i Helsingit, dhe 2 raportet të avokatit të popullit, jo të këtij avokati, se ky është Palaço, të atyre avokatit të popullit që ishte më parë. Dhe kështu që të jeni të bindur dhe kushdo është i bindur, padyshim që unë to që them jam i paragjykuar sepse jam avokati i tij dhe normalisht thon kështu do flas. Po unë sinqerisht nuk e kam për zakon as për moral që të them gjëra të cilat nuk i disponoj në dokumenta. Unë flas dhe kam folur për zotin Meta vetëm me ato të prova të cilat unë disponoj nga SPAK-u. Unë nuk mund të flas mbi gjëra të cilat nuk i disponoj. Sepse ndaj tij është bërë një hetim 34 vjeçar, jo vetëm zotit Meta, familjarëve të tij, të gjithë rrethit të tij familjar, dhe jo vetëm ti, po edhe të bashortes të tij e kështu me radhë. Dhe kështu që sot që ne po flasim, zoti Meta nuk ka as ato vilat e mëdha që këta ishin ndërruar, sepse ajo vila në Gjirë të Largjit s'është e zotit Meta, po është e mamas e Vjerrës, e cila ka lënë një pronë ku është sot Syri TV, dhe ka marrë, e ka shkëmbyer me ndërtuesin i cili ka ndërtuar Gjirë të Largjit. Ashtu siç bëjmë ne të gjithë, të fakt që jemi pronar, që lëmë një tokë këtu, marrim një pronë aty, ndërtojmë aty e kështu me radhë. Çdo njeri ka drejtë e tij të jetojë. Dhe ka dhe një shtëpi që jeton bashortja e tij zonja Kryemadhi, e cila është sekuestruar, dhe zonja Kryemadhi pagon qirat e shtëpisë e saj sekuestruar. E ku që ka këto vila të mëdha të zotit Meta, e këto shtëpi e këto para, ndërkohë që fëmijët e zotit Meta janë pa punë, ndërkohë që vetë zoti Meta llogarin bankare disponon ato pak lek të cilat i ka të ardhura nga puna e tij 34 vjeçare si deputet, ministër e gjithë funksionet që ai ka patur. Dhe mos harrojmë dhe letër porosit që kanë ardhur nga gjitha vendet ku SPAK ka dyshuar që ai mund kishte të fshehur pasuri, kanë ardhur me zero përgjigje. Tani unë kaq mund t'i them ju, se unë aludime të badakshive që dalin nëpër media, të lumit të del nëpër media dhe në asajon prona në Angli e në asajon prona në Afrikë, unë me këta nuk merrem në veris. Unë flas çfarë hetimesh ka bërë prokuroria e posaçme. Ja, kjo është e vërteta. Zoti Cakrani, a do të shërbej raporti i Komitetit Shqiptar të Helsingit, por edhe ai avokatit popullit në mënyrën se si është trajtuar zoti Meta, për të përdorur më pas qoftë në gjykatën Europiane të drejtave të njerëzit apo në Strasburg, ku ju mund ta dërgoni si çështje më pas? Shiko, padyshim që këto ka relevancën e tyre, nuk diskutohet në një çështje të caktuar, por problemi qëndron që pas raportit të dytë të avokatit të popullit, drejtuar ministrit të kohës Lamallarit dhe ish drejtorit të burgjeve Klevis Qostja, ku i rekomandonte që ata të merrnin masa për gjendjen e palishme që kishin krijuar me dashje ndaj zotit Meta, ne pritëm që ata të reagonin, ata nuk reaguan dhe unë kam bërë kallëzim penal si ndaj zotit Qostja, dhe ndaj Lamallarit si ministër. Dhe kallëzimi që kam bërë unë penal në emër të zotit Meta është sot i regjistruar në prokurorinë e Tiranës. Dhe unë pas raportit të fundit të Komitetit Shqiptar të Helsingit, unë jam duke menduar dhe duke diskutuar me presidentin Meta për të bërë një kallëzim tjetër penal ndaj drejtorit aktual të burgut dhe ministrit aktual të drejtësisë. Dhe unë po pres që ata të reagojnë ndaj këtyre rekomandimeve, nëse ata nuk do reagojnë ndaj këtyre rekomandimeve, që kanë afatin një mujor që të marrin masa të shuajnë gjendjen e palishme që është aty, padyshim që unë do t'i bëj kallëzim penal në emër të presidentit zotit Meta, si Toni Gogut, ashtu edhe drejtorit të përgjithshëm të burgjeve dhe drejtorit të burgut të Jordan Misja 313 të Tiranë,
sepse janë në shpërdorim të detyrës në bashkëpunim. Dhe shpërdorimi i detyrës në bashkëpunim është vepër penale që nuk është njësoj që kur është një shpërdorim i thjesht, por ka ato përgjegjësitë e tij që më të rënda. Prandaj them që dhe krye veprime arbitrare, ata janë, drejtoria e burgjeve dhe ministria, nëse nuk do marr masa, ose deri në kushtet që ne jemi, kanë kryer disa vepra penale. Shpërdorim të detyrës, kanë kryer vepra penale të kryes veprimeve arbitrare, sepse janë në kundërshtim me ligjin dhe veprimet arbitrare kryen kur ti ke shkelur ligjin, kryen dhe mos ndërprerja e gjendjes falishme. Pra ata janë në paktën në 4 vepra penale kam konstatuar unë që ka drejtoria e burgjeve dhe ministri i drejtësisë në këtë rast. Unë po pres, nëse brenda muajit nuk do riparojnë, nuk do rikthejnë gjendlishmërinë zotit Meta, ashtu siç e përcaktuar në ligjin 81/2020 për ekzekutime për ligjin për ekzekutive vendime penale, padyshim që do t'i drejtojmë prokurorisë medje, por ne dim shumë mirë që thash gardiani, drejtor burgu, ministër aty është vetë Edi Rama, s'ka tjetër.